Ishte harruar prej 43 vitesh në garazh historia e një Renault 5 me vetëm 12 kilometra. Një shembull mbreslënës si një Renault i 5 vitit 1982 që kishte vetëm 12 kilometra u gjet së fundmi pasi kaloi 43 vite i braktisur në një garazh në Francë. Automjeti u ble nga një grua franceze në sallonin e ekspozitës Sodirax në Salon Sursao në vitin 1982 për 40.000 franga franceze, rreth $10.000, një shumë e konsiderueshme për atë kohë. Shoferes e cila ende nuk kishte patent shoferi u dorëzua një makinë direkt në adresën e saj të shtëpisë. Mjeti doli nga salla e ekspozitës me një targë të përkohshme vetëngjitëse, ndërsa targat e vërteta u gjetën në bagazhin e makinës. Pasi u parkua në një garazh në vitin 1982, automjeti nuk u përdor më kurrë. Duket se gruaja përfundimisht mori një patent shoferi, por ajo kurrë nuk u ndje rehat pas timonit. Për këtë arsye dhe pse për arsye të tjera, ndoshta personale të paspecifikuara, makina nuk u vu kurrë në qarkullim. Ky shembull i rrallë i një Renault 5 do të restaurohet përpara se të ofrohet në një ankan të organizuar nga shtëpia franceze e ankandeve në 15 mars.